Këtë javë kemi vendosur të ju sjellim diçka edhe nga grimi dhe parukeria. Në vazhdim mund të ndihni një histori suksesi të vajzës Bleona, e cila me prjarë vjen nga Drenase. Tash e 7 vite ka punuar dhe ka përfunduar trajnime të ndryshme, duke qenë pjesë e botës së grimit dhe të flokëve. Në vazhdim Bleona nga qendra e saj. Sonte do të diskutojmë një histori suksesi të Bleonës, vajzës nga Drenase. Përshëndetje, mirë se keni ardhur të në studion time në Drenas. Unë jam Bleona, profesioni im është si make-up artiste dhe stiliste e flakëve. Ajo më tutje i tregon fillimet e saj, se si u bë puna që nisi të merrej me këtë profesion, që tash e gëzon dhe studion e saj. Dashuria për këtë profesion ka lind qysh kur kam qenë e vogël, diku në moshën 13 vjeç, kam fillu të punoj si frizere, dhe më thë kom shku me bo praktik në fillim. Bleona po ashtu shpreh se gjatë kësaj kohe ka përfunduar trajnime të ndryshme për fushën që ndjek, dhe sigurisht që i kanë ndihmuar, e kanë qenë një plus i madh për hapjen e biznesit të saj. Unë kom përfundu shumë trajnime dhe shkollë. Ato janë shkolla Illuzion, e cila ka qenë për stilimin e flakëve, ndërsa për grim kam qenë tek Berna Salsakli. Për mbjelljen e çerpekëve kam shku tek Edona Shkodra. Për depilim kam shku te Arbresha e Vishi dhe ishte kënaqësi shumë të jem pjesë e këtyre trajnimeve dhe shkolla të ndryshme. Për të hapur një qendër të tillë duhet investim, por ajo që fillimisht e duam është përkraja morale që na japin njerëzit e dashur. Mas shumë përvoje pune, mas përfundimit të shkollave edhe trajnimeve të ndryshme, arrita që mas 7 vite të bëhem gati që të hapi një biznes timin. Ishte mbështetja e shumë klientëve të mia, që mos të kishin kon ato, unë ndoshta sot nuk do kisha studion time, dhe jam shumë falendëruese ndaj tyre. Në çdo biznes ka konkurrencë, a ka ndjer Bleona këtë rrezik? Konkurenca është çdo herë, por secila ka punën e vet, klientët e veta dhe fal klientëve mia unë shpesh herë bëj zbritje, bëj oferta ndryshme dhe muj me cek që secila ka punën e vet. Dhe fal klientëve mia bëhem edhe më e fortë që me punu. Edhe pse i hapur një vit e gjysmë më parë, kjo qendër ka arritur të jetë vend i frekuentuar nga shumë vajza të cilat duan të duken bukur për datat e tyre të veçanta, dhe këtë ja besojmë Bleonës. Për ndryshe në Bleona Studio ju mund t'i gjeni këto shërbime: grim, flok, thonjë, mbjellje çerpikëve dhe depilim. E në të ardhmen ajo mendon se do të hap një shkollë, e cila do të jetë për vajzat e reja që duan të arrijnë në këtë fushë, sepse sipas saj trajnime e praktika përbeçojnë zanatin. Deri atëherë ju shikoni një grim, i cili është i përshtatshëm për maturante, meqense është koha e tyre. Këtu pranë kam një vajzë e cila ka mbrojtjen e maturës në këtë muaj dhe kisha dashur me cek që këtë verë ka me pas më shumë grime me nuanca të qelta, por edhe në varet se çka don klienti, çka preferon ajo me pas, për shembull, grime më të lehta, më të rënda, po unë kisha preferuar që më shumë me shku ka diçka nude ose me shku me ngjyra më të hapura. Më shumë këtë verë ka me pas nuanca me ngjyra të kalte, rekuqe, verdh, e kështu me radhë.